por jo njeriu i paligjshëm. I zhytur në mjete luksoze, duke shmangur konferencën e shtypit, se nuk jam ban të dalë para gazetarve, nuk jam ban. Filloj të viktimizohet, të viktimizoj veten. Për një incident, për të cilin bëj këto sqarime. Së pari, agresori u arrestua, por ishte Edi Rama që nuk e ndoqi, megjithse kishte qeverinë e vet, nuk ndoqi gjyqin dhe procesin gjyqësor, u pajtua, apo kishte arsye tjera, unë nuk di. Së dyti, me përgjegjësi të plot, deklaroj se ai aty ku ishte, në atë dhomë, ishte me një burr tjetër. Se nuk të lënë ky paja nxjerr të gjitha. Dhe ai ka emër dhe mbiemër. Sepse ishin, atë nuk e di. Jo, nuk e them. Por e vërteta është me dishmitar se ai ishte në dhomë, nuk ishte vetëm pra. Jo, nuk ishte vetëm. Po të doj, ja thënë dhe emrin, se me kë ishte. Me qenë se përpiqet ta faturoj dhe ta politizoj. Ndaj dhe nuk qenë të pak të ata të cilët e quajtën krim pasioni. Këtë akt që unë e denova me forcën më të madhe. E kam denuar me forcën më të madhe. Është arrestuar autori. Po se si, çfarë pazar është bëri ajo, se çfarë raportesh kishte me Edi Ramën, atë unë nuk e di. Dhe tani, dëgjoni tani, pas 30 vitesh, mashtron qytetarët se ja kush më ka thy hundën mua. Tregoje të vërtetën siç është. Unë do ta tregoj. Megjithse edhe kam treguar pjesërisht. Por këto që i thash, këto janë 100% të vërteta. Nuk them se ishte krim pasioni apo si ishte krim pasioni, nuk them çfarë thonë të tjerë, por them se Edi Rama nuk refuzoi të ndjek procesin gjyqësor. Ndonse de facto ata ishin pushtet. Kjo është historia e tij që përpiqet të mashtrojë, të bëj viktimën, të nxis, të ngjallë dhimbshuri, empathi e tjerë për gjëra të cilat janë jashtëzakonisht të paqarta.